Prajmi së martës në Big Brother Albania V5 pati një surprizë që ishte zbuluar më herët. Alketa Visiu, në rolin opinionistes, një paraqitje që jo vetëm nuk kaloi pa u vënë re, por pas shumë vitesh larg medias ku nisi karrierën, Alketa u rikthye me një qasje të drejtë për drejtë, të artikuluar dhe me peshë. Komentet e saj mbi dinamikat e lojës, marrëdhëniet mes banorëve dhe balancat mes strategjisë dhe emocioneve u pritën me interese jashtëzakonshëm, duke vendosur ata në qendër të vëmendjes si brenda studios, ashtu dhe në rrjetet sociale. Gjatë diskutimeve, Alketa nuk la pa përmendur dhe mikën e saj, situatë e cila u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, dhe emri është i Arbana Osmanit, e cila mbetet prezantuesja ikonike e këtij formati. Edhe pse përmendja u pasi një gjestë respekti dhe nostalgjie, Arbana nuk ka reaguar publikisht për paraqitjen e Alketës. Për te dua trokitjeve dhe nga audienca në studio, komentet online janë mbushur me kërkesa që Alketa të rikthehej si opinioniste e përhershme. Madje figura të njohura publike dhe emra të medias shqiptare kanë komplimentuar hapur qartësinë, elegancën dhe autoritetin e saj në ekran. Në një format ku çdo detaj analizohet dhe çdo rol peshohet me lupë, rikthimi i Alketës u duk si një rikthim tek përvoja dhe zëri fort mediatik që ende kanë peshë, dhe për të paktën një natë, ajo ja doli të rrombej vëmendjen dhe duart trokitjet e të gjithëve.